الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم جل جلاله أفلندرون prej ti falje dhe gjithë shka kërkojmë, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, salavat të dërgojmë, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lusim Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu agjërimin ton, ibadetet tona, namazin ton të gjitha kabul të na i ban. Lusmi Allahun xhalla xjalaluhu për mirësitë dhe begatit e tij që në këtë muaj bereqetit Allahu shpërblimet e tij të na i shumëfishon. Allahu xhalla xjalaluhu elusim që të qemi prej atyre të cilat ditën e gjykimit qemi që hym nga dera Rayyan që është enkas për agjëruesit. Lusim Allahun xhalla xjalaluhu për ditët të cilat kanë kaluar, Allahu xhalla xjalaluhu ibadetet tona të ketë pranuar përgjithësi. Ato të cilat kanë me ardhur, lusmi Allahun xhalla xjalaluhu të na zgjat jetën dhe ta arrijmë deri në fund këtë muaj të begat. Prandaj vëllezër të dashur, ne jemi në temën tonë veçoritë e këtij muaji të bereqetshëm, ndërta të cilat i kemi përmend dje mbetëm në ligjëratën të cilën e nisëm për çlirimin e Mekës. Do të thotë në këtë muaj të bekat, në këtë muaj të Ramazanit kanë ndodhur disa gjëra, do të thotë që Allahu xhalla xjalaluhu e ka caktuar që përmes këtij muajit Allahu me lëshu mëshirën e vet dhe me ndodh gjëra të cilat janë të rëndësishme për besimtarët dhe ishin të rëndësishëm për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ne mbetëm atje ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte nis me ushtrinë e tij, të cilët i kishte diku 10.000 ushtar dhe ishte nis për me shku me e çliru Mekken. Thamë se shkaku i prishjes së marrëveshjes të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte ba me Kurejshitët, që i thohet në historinë islame marrëveshja e paqes ose marrëveshja e Hudejbijës, që pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Kurejshitët kishin vu disa kritere, disa kushte që të mos thyhen gjatë këtyre viteve që e kishin bën këtë marrëveshje. Mirë po, si gjithherë, do të thotë mos besimtarët nuk janë të fjalës, nuk janë të besës, dhe e kishin thy marrëveshjen kush, do të thotë fisi i Kurejshitëve, i cili e kishte emrin Banu Bekr. Fisi i cili e kishte emrin Banu Bekr e kishte sulmu një fis tjetër të cilët kishin qenë këto dy fisa kishin qenë në bela, kishin qenë në përçarje para se të vinte Islami. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam me marrëveshjen e Hudejbijës, do thot i kishte ndërprej këto armiqësi, i kishte ndërprej këto belaja. Mirë po, duke mos qenë ato të cilat i rrinin fjalës, do thot për mrapa, e kishin thi marrëveshjen dhe e kishin sulmu fisin Huza, në një burim ku ato shkonin me mbush ujë, me deve, do thot me kafshët e tyre për nevojat e tyre dhe ju dalin në prit, do të thotë fisi Banu Bekr dhe i sulmojnë dhe i mbysin disa burra të fisit Huza. Prandaj, ky fis i cili ishte nga muslimanët, të cilët e kishin pas pranu Islamin dhe shkojnë te pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë me u anku për fisin Banu Bekr, se ata e kishin thuj marrëveshjen dhe se i kishin mbyt disa burra prej tyre. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam hidhrohet shumë, do të thotë dhe e prish marrëveshjen me ta. Prandaj ato kur morrin vesh se do të thotë fisi Huza shkon të ankohet te pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ashtu edhe ato kishin shkuar që do të thotë të kërkonin falje te pejgamberi alayhi salatu wassalam për këtë gjë. Si gjithmonë do të thotë
mosbesimtarët i bojnë punë, do thotë i mbysin njerëzit dhe më në fund, do thotë nuk e pranojnë faljen ose do thotë e kërkojnë një falje, do thotë publike edhe mbetet do thotë ashtu. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam do thotë ishte siçel dhe nuk i priti mirë pisin Benu Bekër dhe ju tha shokëve vetë që mos t'i prisë askush dhe mos t'ju bëjë kunak askush. Kështu që ato kërkojnë prej te pejgamberi alayhi salam dhe te sahabët e tjerë, mirë po nuk gjojnë kunak dhe kthehen në Mekë. Kthehen në Mekë do thotë duke qenë të shqetësuar nga se pejgamberi alayhi salam do thotë e dinin ato se do të ndërmirte hapa, do thotë do të mirte masa për këtë gjest të cilin e kishin bë. Kështu që ne thamë se pejgamberi alayhi salam kishte përgatitur kushtrinë dhe kishte arrit deri ku? Deri në vendin do thotë që e kishte emrin Meri Dhahran, që ishte dikun do thotë në mesin e rrugës të Mekës dhe Medinës. Kështu që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur arrit këtu, siç thash gjë, i urdhëron sahabët, i urdhëron krejt që i kishte ushtar, thot me e marr dhe me e ndez nga një dru me flak. Një dru të thot me gjet dhe me e ndez që kurejshitët me e pa ushtrinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam në natën do të thot se me i friksu sepse ishin shumë. Prandaj njëri për atyre i pari që i kishte pa, këto flakadona do të thot që i kishin ndhez ato zjarret në dorë, ishte kush? Ebu Sufjani, ishte armiku më i keq i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte nga Kurejshët. Dhe kur i shef mendon se janë nga fisi Huza. Dhe nuk ju beson syve të vet nga se e din se fisi Huza nuk ishin aq shumë. Dhe çka ban? Shkon te kusherini pejgamberit alayhi salatu wasalam te Abasi radiallahu anhu. Dhe e lut Abasi radiallahu anhu thot e kam pa do thot një ushtri të madhe të cilat kishin kall flakadana dhe se besoj se është ushtria e Muhamedit alayhi salatu wasalam, mirë po du me shku me i po, a janë me të vërtet ata apo jo, dhe e du sigurin prej teje. Do të ta more Abasi, ta siguroje dhe ta qoje dhe t'i shofe a janë ushtarët, do të thot e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe Abasi pranon. Abasi e kishte një pel të bardhë, të shpejt, dhe e merr hypin, do të thot në pelën e tij dhe afrohen afër ushtrisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe Ebu Sufjani kur i shef, do të thot tronditet, nga se ishin përgatit me të vërtet, ushtria e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin përgatit deri në dhëm. Do të thot dhe e lut Abbasin që ta çojë te pejgamberi alayhi salatu wassalam Ebu Sufjanin dhe që thoje disa fjalë. Pranon Abbasi radiallahu anhu dhe e çon te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur e shoh pejgamberi alayhi salatu wassalam Ebu Sufjanin e ka për gjoksi dhe i thot: o ti armik i Allahut, thot ti je ai i cili e ke përzon të dashurin e Allahut nga vetlindja e tij. Dhe Ebu Sufjani do të thot fillon të friksohet, nga se mendon se pejgamberi alayhi salatu wassalam do të qape urdhër për ta mbit. Mirë po Abasi reagon dhe thot: ja Rasulullah, ki është nën sigurin time. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam pastaj e liron. Mirë po i thot Abbasit radiallahu anhu, thot merre Ebu Sufjanin dhe thot qite në shpatin e një malit që kishte emrin ai mali El Wadi. Do thot që ta shofe me të vërtet ushtrinë kur zritet në nesërmen në mëngjes. Dhe kështu vepron Abasi radiallahu anhu. Do thot e merr Ebu Sufjanin dhe e qet në shpatin e këtij malit. Atëherë kur zdritet, do thot në mëngjes, Ebu Sufjani e shef me të vërtet se ushtria e pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk ka të mposhtur. Dhe bindet se nuk ka mundësi ushtria e kurejshitëve, e mekasëve, të cilët ishin me i bë ballë gjithë kësaj ushtrie. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e nis ushtrinë në mëngjes. Do thot grupa të cilët e kishin, do thot i kishte nda pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nisën ushtarët. Në fund ishte
ushtria e pejgamberit alayhis salam, grupa e tij e cila ishin të përbëm nga muhaxhirët dhe ensarët, dhe atëherë do të thotë këto ishin të veshur në rroba të gjelbërta, do të thotë me rroba të jeshilta, dhe kishin pezmore, do të thotë kishin shlema në kokë, të cilat nuk ju duke vetëm syt. Pejgamberi alayhis salam nuk e kishte, mirë po qerët ushtar e kishin, çdo kush prej tyre e kishte nga një shlem të hekurit. Dhe kur i shef Ebu Sufjani, do të thotë e pyet Abbasin, thotë kush janë këta? Ai thotë këto janë grupa e ushtrisë dhe më ju thon ato specialcët, sikur të na shqithojmë, janë grupa e cila do të thotë e ka formu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Sufjani i thot Abbasit, thot me të vërtet pejgamberia nuk pas ka të mposhtur. Do të thot se është dorzu, që në momentin kur e ka pa ushtrinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, atëherë është dorzu. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam vazhdon me ushtrinë e tij derisa arrin në një vend i cili është afër Mekës, e ka emrin Dhitua. Aty pejgamberi alayhis salatu wassalam i rëndit grupet e ushtrisë të cilët i kishte. Dhe s'pari herë e thirr Khalid ibn Walidin, i cili e kishte në krahun e djathtë. Dhe krahas ti do të thotë i rreshton edhe grupet e tjera, të cilat ishin për shembull në krye të tyre ishte Eslemi, Sulejmani, Gafari, Huzejna dhe kështu me radhë. Derisa e urdhëroi Khalid ibn Walidin që të hynte në Mekë nga ana e poshtme, do të thotë prej Nerj. Mirë po, do të thotë i udhëheq edhe Zubair ibn Awamin që të hynte, do të thotë të dilte Mekës nga mrapa, do të thotë të hynte nga ana e cila i thojnë Kuda. Kush ka qenë në haxh, do të thotë i dim se do pak ato anët ka janë, është mbi qabën, do të thonë është një kodër, i thojnë Kuda. Nga ana e asaj kodrës e urdhron Zubair ibn Awamin të hije me ushtrinë e tij. Kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam atëherë i rëndit dhe e rrethon Mekën në të gjitha anët dhe e urdhron Ebu Ubejden, i cili e komandonte Kumsurin. Kumsuria e pejgamberit alayhis salatu wassalam ishin, do të thotë, medinasit të cilat kishin ardhur për jo me luftue. Ishin njerëz të thjeshtë, do të thotë pa armë. Mirë po kishin ardhur me ushtrinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kështu që dal pejgamberi alayhis salatu wassalam fillon dhe hyn në Mekë. Kurejshitët, disa prej tyre që ishin uliganta, më ju thon, disa që rrinin në rrugëve dhe do të thotë sulmonin njerëzi. Ishin njerëzi, do të thotë uligant, ishin, do të thotë ato të cilat thotë banin zullum në Mekë. Dhe kur e shohin ushtrinë, ato mendojnë se është një ushtri e vogël dhe ju dalin përballë dhe dojnë t'i sulmojnë. Mirë po, Khalid ibn Walidi i sulmon me njëherë dhe i mbyt. 12 prej tyre i mbyt dhe qertë ikin. Kështu që do të thotë ushtria e pejgamberit alayhis salatu wassalam e merr një zonë, do të thotë në Mekë te kurejshitët, se mos gaboje dikush, do të thotë me ju dal përballë, nga se ato janë aq të fortë dhe se nuk ju lan, do të thotë me lëviz. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam dal arrin deri në Qabe. Kur arrin në Qabe, pejgamberi alayhis salam s'pari herë shkon te kandi i Qabës ku është gur i zi. Dhe aty shkon e nën dorën e gjatë mbi gur dhe e lut Allahun xhalla xhelaluhu për çlirimin e Qabës. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu do të thotë, pasi që pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë e mori Qabën në dorë, atëherë e siguron mirë vendin dhe ban tavaf o kolla Qabës. Ka bon 7 herë tavafin, do të thotë, edhe atëherë e urdhëron atë i cili e kishte qelsin e Qabës. Ishte njëri nga kurejshitët, nga familja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili e kishte emrin Uthman ibn Talha.
Do më thonë, gjithë një kifis e kishte pas qelsin e Qabës. Pejgamberi a.s. e thirë ata dhe thot me ja hap derën e Qabës. Kur ai ja hap derën e Qabës, atëherë pejgamberi a.s. hi mrenda në Qabë. Dhe ne e dim se fiset kurejshite, të cilët ishin me kasit, do thot e kishin mbush Qabën mrena me çka? Me idhuj, me puta, të cilat i adhuronin ata. Zatën edhe vetë Islami zbriti erdhë për çka? Do thot me udhëzu njerëzit dhe me ju largu putave, do thot me ju largu adhurimit, nga se ato i banin ortak Allahu Gjelle Gjelaluhu. Prandaj pejgamberi a.s. do thot hini mrenda në Qabe dhe fillon me nxjerr ato putët një nga një dhe me i thy. Do thot me atë hallkun që kishte në dorë, me atë pezmorën, ju mshon i thënë dhe i qet jashta Qabës. Dhe kurejshitët vinin tura dhe duke e pa pejgamberin a.s. tu jam thi atine ato zotët të cilat ato i konsideronin se ishin zota. Mirë po pejgamberi a.s. me dorën e vet i nxjerr 360 idhuj. Kanë qenë mrena në Qabe. Do thot ato putët të cilat ato i kanë adhuru. Dhe i thënë të gjitha, i qet jashtë. Do thot edhe kurejshitët, do thot të poshtruar, do thot qëndrojnë para pejgamberit a.s. do thot ashtu. Dhe në këto momente i zbret ajeti i surës Isra. Ajeti 81 i surës Isra, ku thot Allahu Gjelle Gjelaluhu ve kul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Allahu Gjelle Gjelaluhu ja zbret një ajet pejgamberit a.s. dhe ju thot thua ju kurejshitëve. Thot erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota. Me të vërtet thot e kota ka qenë e zhdukur. Prandaj ki ajet ja u bën me dije kurejshitëve, nga se ajo e cila e kishit ju më herët para se me ardhë pejgamberi a.s. ishte e kotë. Adhurimi ju ka qenë i kotë. Prandaj thot pas thyrjes së putave erdhë e vërteta. Do thot erdhë pejgamberi a.s. me të vërtetën. Prandaj në këtë ajet do thot kurejshitët e kuptojnë se Islami është e vërteta, ndërsa ajo e cila ishte para tyre ishte ajo humbja ose disfata e tyre. Kështu që pejgamberi a.s. masi i nxjerr putët, atëherë hyn në Qabe dhe i shef mrena dy fotografi të cilat i kishin vizatuar mrena në Qabe. Dhe do thot hin Aliu radiallahu me ata, nga se pejgamberi a.s. nuk din të shkrim dhe lexim. Mirë po Aliu radiallahu i tregon, thot ja Rasulullah, thot të kjo fotografia të njëna, thot po shkruan emri Ibrahim, thot të fotografia e dytë, thot po shkruan emri Ismail. Pejgamberi a.s. nervozohet shumë. Nervozohet dhe thot vallahi as njëherë s'ka qenë Ibrahim dhe Ismaili a.s. thot në këtë figur të cilën e kishin bën ato, të cilën e kishin vizatue. Dhe në anën e tyre e gjenë një, do të thot një skulptur, e kishin ndreq nga druri, ishte në formë të një plumbi, në formë të një zogu. E marr pejgamberi a.s. e nxjerr nga Qaba dhe e thën, e hudh për toke, do të thot u bën me dije se skulpturat të cilat ju i keni bë, këto putët janë të kotë. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu don me ju thonë kurejshitëve se ju jeni ato të cilat do të thot i keni bë këto dhe jeni ata të cilat i keni bë ortak Allahu Gjelle Gjelaluhu. Prandaj pejgamberi a.s. pas kësaj ngjarje do të thot kur i shef se kurejshitët janë mbledh në Qabe, atëherë fillon dhe u amban një ligjerat. Dhe fillon me ta thot duke e madhru Allahun Gjelle Gjelaluhu, thot nuk ka zot tjetër përveç Allahut Gjelle Gjelaluhu, i cili është i vetmi, i cili e meriton adhurimin. Thot premtimi i tij u realizua, i ndihmoi robët e vet. Vetëm ai i ka ngadhnyer, i ka poshtruar, thot ato të cilat nuk e besuan. Thot çdo vepër e mirë, thot ju takon të vërtetës. Pastaj thot pasuria dhe njerëzit janë nën pushtetin tim.
përveç shërbimit në këtë shtëpi të Allahut dhe furnizimi i haxhilerëve me ujë. Domethënë kur e mbon këta na i ban me dije se ka qenë një fisi Kurajsh i pejgamberit alayhis salatu wasalam, fisi i tij, i cili kur kanë ardhur haxhilerët më herët para Islamit, ato i kanë furnizuar me ujë, ju kanë dhënë ujë me pi. E njëri prej tyre do thotë ishte edhe ai i cili e mbonte atë çelësin. Kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam thot pastaj jo mëson disa dispozita. Dhe ju thot ai i cili e mbyt një njeri pa fajt gabimisht, atëherë thot ta dini se ka do thot dënim. Edhe ju tregon se thot do të rahet me kamxhik ose me shkop dhe thot do të paguaj dëmshpërblimin e të mbyturit me 100 deve. Do thot do ta paguaj dëmshpërblimin e të mbyturit me 100 deve, kusht 40 prej tyre me qenë me barë. 40 prej tyre me qenë me barë. Do thot pejgamberi alayhis salatu wassalam ju tregon kurajshitëve se ma gjakderdhje këtu s'ka. Ai i cili ban gjakderdhje do thot dënohet me çka? Me vdekje. Mirë po ai nëse e mbyt dikush gabimisht ka dënim. Do thot ja ka tregu këtë rregull të kësaj dispozite. Dhe pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ju thot popullit të Kurajshit, o ju popull i Kurajshëve, thot Allahu ju ka çliruar nga krye lartësia. Do thot sot s'ka më krye lartësi. Sot ka për juve vetëm çka? Nënshtrim. Prandaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam ajo që e kishit më herët ishte nga xhahilijeti. Thot dhe nga madharimi i etërve tuaj. Do thot ju të cilët i keni respektu prindët e juve, baballarët e juve dhe nuk e keni pranu fejen e Muhamedit alayhis salatu wassalam, do thot është do thot në nështrim i Allahut xhalla xhelaluhu për ju. Dhe thot të gjithë njerëzit e kanë prejardhjen prej kuj? Prej Ademit, ndërsa Ademi thot e ka prejardhjen prej dheut. Dhe atëherë u citon një ajet në Kur'an, do thot se anë suratul Hujurat, thot ja ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wal untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam këtë ajet të Allahu xhalla xhelalu thot o ju njerëz, ne ju kemi kriju për një mashkull dhe një femre dhe ju kemi bën popull dhe fise për t'u njohur me zvete. Më fisniku tek Allahu është ai i cili më së shumti ja ka frikën Allahut xhalla xhelalu. Thot Allahu me të vërtet i di të gjitha dhe për të nuk ka fshehtësi. Do thot u ban me dije se gjitha të bamat të cilat ju i keni bë, atëherë Allahu xhalla xhelaluhu i ka të shënuara. Prandaj pejgamberi alayhis salam thot un tani nuk do t'ju qortoj më. Thot o ju popull i Kurajshve, si mendoni, çka meritoni ju? Thot dhe çfarë do të bëj tani un me ju? Ato u përgjigjen thot, vetëm të mira, sepse ti je vllai dhe i biri i fisnikit, vllaut të fisnikit. Do thot fillojnë dhe me u lut pejgamberit alayhis salatu wassalam duke e lavdëruar, duke e ngrit që ti shpotoje atë ditë. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thot wallahi nuk do t'ju them diçka më shumë se sa i ka thonë thot Jusufi vëllezërve të vet. Thot un tani nuk do t'ju qortoj, shkoni ju jeni të lirë, thot idhhabu fa antum at-tulaqa. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam i liron Kurajshitët, edhe pse ato subhanallahu gjithë ato të këqija ja kishin bë, e kishin përzon pi familjes, e kishin përzon pi vendit, pi vendlindjes dhe shumë gjëra të cilat i ja kishin montuar dhe kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam nga mëshira e tij, nga se e dinte se do të thot vetëm me këtë sjellje, vetëm me këtë edukat do t'i përfitonte njerëzit në Mekë. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam zbret prej mimberit të Qavës dhe e thret do të thot
këtë personin të cilin do të thotë e kishte lip qelsin e qabës për ty, edhe pse shumë sahabe i rrinin afër dhe e lutnin pejgamberin alayhis salatu wassalam që pejgamberi që u ajipte qelsin në përgjithësi të qabës. Njëri prej tyre i rrinte afër Aliu radiallahu anhu, se ishte nga familja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, mirë po pejgamberi alayhis salatu wassalam do të thotë e thirri këtë Uthmanin bin Ubejde, që ishte që e ka pas qelsin më herët, dhe ja jep qelsin atij, dhe ai qohët dhe përqafon pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe e falenderon Allahun xhalla xhelaluhu. Prandaj atëherë kur ndodhin këto gjana, do të gjithë këto kanë ndodhur derisa ka qenë do të thotë paradita e ditës së 20 të Ramazanit, të vitit 8 Hijri. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam do të thotë del nga qabja dhe shkon te një kusherinja e saj, që ishte Ummi Hana, vajza e Ebu Talibit. Do të thotë ishte një kusherina e saj. Ati merr leje me hi në shtëpinë e saj dhe pastrohet pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pastrohet, lahet mirë dhe kthehet në qabe. Dhe i fal 8 rekate namaz. I fal ka 2. Do të thotë i fal 8 rekate namaz dhe sahabët e shikojnë. Do të thotë ishte koha, jo nuk ishte koha e drekës. Do të thotë ishte paradite. Dhe kur pasi e kryin pejgamberi alayhis salatu wassalam namazin, ato e pyesin i thonë ja Rasulullah, a e fale namazin e duhas? Është një namaz sunet, vullnetar, i cili njeri ka mundësi me fal prej pasi të lindë dielli deri kur të mrrihet dielli në zenit. Do të thonë paraditën. Është namaz vullnetar, të cilën është sunet me fal, ka 2 recat, sa të dush, do të thonë mirë po nga suneti është 8 recat me fal. Kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë jo, ki namaz thot ishte namazi i çlirimit të Mekkës. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam i kishte falë këtë namaz për falënderim Allahut xhalla xhelaluhu që ja kishte bërë të mundur me e çliru Mekkën. Kështu që atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam do të thot pasi e fal këtë namaz e urdhron Bilalin radiallahu anhu me hip në atë në qabe me e thirë ezanin. Dhe hip Bilali e thirë ezanin e drekës. Dhe pasi ta fali namazin e drekës, kurejshit të cilët ishin anësh, do të rrinin qëndronin, duke u falë muslimanat ato, folnin në medveti. Thoshin e me pas kon filani, me pas pa pejgamberin që tash në qabe, shka kish pas mundësi me i ban. Edhe ato qërtë folin anësh, mirë po pejgamberi alayhis salam pas namazit, ato që ishin ullër grupe shkonte ju thonte, a thot ju që keni thonë kështu, ju kam dëgju. Juve dhe thëke, ju që keni thonë kështu për mua ju kam dëgju, dhe ato fillon me u friksu. Dhe i thanë ja Rasulullah, thanë vallahi nuk ka mundësi me na dëgju dikush tjetër përveç se Zotit. Edhe ajt ka lajmëru ti për fjalët e tona dhe fillonin me e thonë shahadetin grupe njerëzit. Prandaj në ato momente i zbret pejgamberit alayhis salatu wassalam suratul Nasr. Do thot idha ja. Edhe shka Allahu xhalla xhelaluhu shka thot në Kur'an, thot idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot më erdhën ajetet e Allahut. Thot Allahu xhalla xhelaluhu kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dhënimi. Do thot Allahu xhalla xhelaluhu e pruni ndihmën dhe u çliru Mekkaja. Dhe thot ai pa e njerëzit të cilët thot hynën në Islam tuba turma, thot në fenë e Allahut, e i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot ti pra lartësoje Zotin tan duke e falendruar dhe kërko prej ti falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues. Me këta do të çlirohet Mekkaja dhe kureshitët me shumicë e pranojnë Islamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim. Allah i shpërblej për durimin.